Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Ama dhe rekatin e fundit të teravive, që ishte dhe më rekati i fundit para se me mbyll teravit, e ndihmë shumë. Ishte emocion, bile dhe leximin e Kuranit e ba me qetë edhe çkputur, domethënë, se në rekatet përpara për shembull ne i lexojmë shpejt e shpejt në teravit, zakonisht e lexojmë për shembull Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Ama në rekatin e fundit të teravive që subhanallahu ishte emocion edhe tamam e ndjeme. Thamë kështu, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Edhe sura Nas, që është surja fundit, bile janë filluar teravit me Elif Lam Mim. Mas Fatihas, surja parë. Edhe u do të më mbyll me Nasin. Është surja fundit. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر. Allah. Subhanallah, po kështu është puna. Si çdo gjë në këtë botë ka një fillim edhe ka një mbarim.